kështu ndërhyrje politike, besoj e ka fuqinë me bot qeveria. Kështu ishin fjalimet të paktën nga antarët e KXK-s që ishin prezent, sepse këshim fillu disa antarë me usmu kështu rastësisht dhe me mungu si në shkollë fillore kër mungeshim. Kjo është pjesa tjetër problematike e pushtetit. Nëse i thënë krejt këto për këtë pushtet, i bjen që na duhet një opozitë shumë e fortë për një bo balë këti pushteti. Mos të harrojmë ares, janë 20 ministra, një 40 zëvendës ministra, një 400 veta staf politik veç në qeverinë e Kosovës. Pa i përfshi ndërmarrjet publike, pa i përfshi asamblet, pa i përfshi buxhetin 2.5 milion euro në vit që ka ky subjekt politik, është një armatë e tërë, edhe financiare me pushtet financiar, edhe me numra, me trupa njerëzish, të cilët janë rreshtu nga ana në pushtetit shumica prej tyre për interesat ndryshme. Me i bo balë kësaj, vyn një kuraje shumë e madhe, vyn një energji shumë e madhe politike. Vyn një mjet tjetër për me e rregullu këtë problem që e kemi qeverinë e Kosovës. E unë besoj që duhet qytetarët me hek dorë për këtyre mjeteve opozitës parlamentare, cilat unë besoj që janë parti në s'po thonë në zhdukje, sepse është fjallë e madhe, mirë, por në çdo vend, edhe rreth nesh, edhe në Ballkan, pushtetet autoritare, populiste, si ky i Kurtit, edhe më të lehta se ky. Kurti është autoritare dhe populist. Absolutisht, s'ka dileme, i plotson të gjitha kriteret akademike për kësaj qeverisje. Kontrolli total i pushtetit, populizmi si mekanizëm i mbledhjes votës dhe emocionimit të turmave, shpallja e armiqve dhe tradhtarëve brenda shoqërisë tonë, ku një pushtet të përcakton çka është e mirë dhe çka është e keqe. E dëgjove para folsin, ai vjen prej vetëvendosjes. Deputeti e Gzona Zemër. Mretën që një djalë dëshmor i gjykatës me e bo punëtor të servisë. Sepse këta i kanë atë